Mirat e rikthehemi me njerë në bllokun e radhës dhe bartemi në Shqipëri, atje ku një kirurg 72 vjeçar është arrestuar nga policia në Korçë. I njëjti akuzohet për ngacmim seksual, por cilat janë detajet e këtij rasti na sjell kolegu jon gazetar Martin Marku, që e kemi kënaqësinë ta kemi në një lidhje direkte. Përshëndetje zotri Marku, kënaqësi ju kemi në Kosova Today. Faleminderit, të përshëndes. Zotri Marku, çfarë realisht ka ndodhur me 72 vjeçarin arrestuar në Korçë? Po, në fakt, arrestimi i 72 vjeçarit erdhi pas denoncimit të bërë nga një vajzë, nga një 21 vjeçare, e cila në fakt ishte paraqitur në spitalin e Korçës me disa problematika shëndetësore, konkretisht me disa të vjella dhe dhimbje barkut, ndërsa pikërisht 72 vjeçari Nikola Nunka, i cili është mjek kirurg pranë këtij spitalit në qytetin e Korçës, dyshohet, paktën sipas edhe informacioneve më të fundit, ta ketë ngacmuar 21 vjeçarin seksualisht. Të paktën sipas kallëzimit të bërë nga 21 vjeçaria, thuhet se e ka prekur vajzën 21 vjeçare në pjesët intime dhe me pretendimin se po i ushtronte kontroll mjekësor pra të res, ndërsa duhet thënë fatmirësisht ka patur një reagim të shpejtë nga ana e 21 vjeçares. Në fakt gjatë ditës së sotme ka reaguar edhe babai i saj, ndër të tjera ka thënë se nuk e fali gjestin e bërë nga ana e 72 vjeçarit mjekut kirurg në spitalin e Korçës, por ka dhënë një detaj në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur pikërisht edhe me gjendjen shëndetësore, pasi familja në fjalë, babai i 21 vjeçares prej kohësh jetonin jashtë dhe ishin kthyer pra në Shqipëri dhe se kishte shfaqur problematika shëndetësore sa i takon shëndetit pra 21 vjeçare dhe më pas ishte detyruar të ushtronte kontrolle pranë spitalit Korçës, teksa gjendur përballë një fenomeni mjaft shqetësues ku nuk është rasti i vetëm, duhet thënë Kron, por ka shumë raste të tilla të ngacmimeve seksuale ndaj pikërisht qoftë mjekëve ndaj pacientëve apo edhe anasjelltas. Ndërkohë duhet themi se kirurgu Nikola Nunka nuk është dënuar, është dënuar në vitin 2014 nga gjykata e Korçës me 2.5 vite burg për korrupsion pasiv dhe ju hoq e drejta e ushtrimit të profesionit paktën për 6 muaj. Por kjo në fakt Kron është një temë tjetër që duhet diskutuar më me detaje se si institucionet legislatuese në Shqipëri, siç është gjykata dhe prokuria, i japin të drejtë sërish këtyre personave, duke qenë se përveç korrupsionit pasiv dhe aktiv, se jo, por edhe rasti më i fundit, siç është edhe ngacmimi seksual, ushtroi të drejtën e profesionit siç janë mjekët. Dhe pikërisht zotri Marku, këtë pyetje edhe desha tu ashtroj. Çfarë duhet të bësh në Shqipëri për ta humbur vendin e punës? Nëse nuk e humb me korrupsion, tani vjen ngacmimi, çfarë duhet të bësh? Do të vrasësh dikën nga kolegët apo çfarë ndodh? Në fakt pas ngacmimit, sepse është rasti i parë, 72 vjeçarit paktën zyrtarisht, pasi nuk ka informacione. Po, por zotri Marku, në qoftë se ligji do të kishte funksionuar siç duhej, ky 72 vjeçar nuk do të arrinte në kontakt fare me 21 vjeçarën të cilin e ka ngacmuar seksualisht. Në fakt e thash Kroni sepse është një temë më gjerë që duhet trajtuar, se si ka mundësi, se si këta mjek apo punonjës së shtetit, qoftë zyrtar të lartë, kemi parë që janë kapur me korrupsion në detyrë, pra korrupsion aktiv, por edhe pasiv, që vazhdojnë dhe ushtrojnë detyrën. Qoftë edhe mjeku, siç e thash, sipas informacioneve të paktën në 2014 ishte dënuar nga gjykata e Korçës me 2.5 vite burg, pra 2 vite e gjysmë burg, dhe më pas u kthye pas 6 muajsh në detyrë. Dhe kjo është një pikpyetje madhe që edhe ne si gazetar ngrem supët dhe themi si ka mundësi që këta funksionar shtetëror, pra siç janë edhe mjekët, ushtrojnë detyrën, madje edhe rasti më i fundit që e bën më tragjike situatën, që është ngacmimi seksual ndaj 21 vjeçares me pretendimin se po i ushtronte kontrolle, pra vizita më falni, 21 vjeçares, për shkak që edhe hetimit nuk dua ta bëj të ditur edhe emrin e saj, por reagimi i babait të saj gjatë ditës së sotme ka qenë shokues. Në rast se nuk do të ketë pra një marrje masash nga ana e autoriteteve legislatuese në vendin tonë,
vonë do të jetë ai që do të merret me 72 vjeçarin, çka do të lindë edhe një konflikt më të rëndë mes dy familjeve për ngacmimin që është bërë pikërisht 21 vjeçares, dhe reagimi im i hershëm në fakt do të kishte dhe në fakt ka parandaluar një ngjarje edhe më tragjike, ndoshta dhe kryen e aktit seksual ndaj 72 vjeçarit, pra 72 vjeçari ndaj 21 vjeçares, çka do ishte më e rëndë. Por në fal reagimit e menjëhershëm të 21 vjeçares tek të afërmit e saj dhe me pas denoncimit që është bërë në polici, ka qenë ndoshta më e mira e gjithë kësaj të keqe që ka ndodhur pikërisht në qytetin e Korçës, në jug të Shqipërisë. Urojmë që rastet të tilla të mos ndodhin kur realisht jashtëzakonisht të turpshme dhe e rëndë që një doktor nga i cili ju kërkoni ndihmë të bëjë sjellje të tilla, por shpresojmë që organet e rendit të marrin të gjitha veprimet sipas ligjit atje dhe normalisht kjo çështje të mos lihet në dorë të kanunit, sepse gjithmonë po traumatizohemi nga ngjarje të tilla kur bashkëqytetarët tonë si në Shqipëri, si në Kosovë këtu zgjedhin rrugë tjera përveç atyre ligjore, duke marrë parasysh se alternativat ligjore shpeshherë duken të parritshme në këtë sistem që po jetojmë. Zotri Marku, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Uroj që në të ardhmen të diskutojmë për çështje më pozitive së bashku. Faleminderit, kënaqësi Kran. Mira darmisht është koha të shkëputemi për publicitet dhe në vazhdim do të rikthehemi e të flasim për gjeopolitikën. Si duket fundi i luftës